ciklet e fshehura të jetës. Jeta nuk është një vijë e drejtë që nis në një pikë dhe përfundon në një tjetër. Ajo është një rreth i madh, një valë e vazhdueshme që ngrihet dhe ulet, që hapet dhe mbyllet, që kërkon vëmendje dhe përgatitje të brendshme. Nëse e shikojmë jetën vetëm si vite që kalojnë, si ditë që shtohen në kalendar, atëherë humbim thelbin. Në të vërtetë, jeta lëviz në cikle, në ritme të thella që lidhen me energjinë tonë, me strukturën e brendshme dhe me mënyrën se si ne e ushqejmë atë që jemi përtej trupit fizik. Le të ndalemi së pari te një moment i veçantë që shumë njerëz e ndjejnë, por pak e kuptojnë. Rreth moshës 32 apo 33 vjeç ndodh diçka e rëndësishme. Deri në atë kohë njeriu ka kaluar fëmijërinë, ka kaluar vitet e para ku çdo gjë ishte e re dhe e mrekullueshme, dhe më pas ka përshkuar 2 cikle të plota diellore. Këto cikle nuk janë thjesht numra. Ato janë periudha ku energjia e jetës ndërton themelet. Në fëmijëri trupi dhe mendja formohen me shpejtësi të madhe. Më vonë, në vitet e rinisë dhe të rinisë së vonuar, njeriu mbledh përvoja, krijon zakone, ndërton mënyra të menduarit dhe të ndjerit. Kur mbërrihet në atë pikë rreth 33 vjeç, ky cikël i madh përfundon. Energjia që është mbledhur deri aty mund të bëhet një forcë e fuqishme që të shtym përpara, ose mund të kthehet në një barë që të tërheq poshtë. Shumë njerëz në këtë moshë ndjejnë një ndryshim të thellë. Disa i quajnë krizë, disa e ndjejnë si një dëshirë të papritur për diçka më të madhe, disa e përjetojnë si lodhje ose si pyetje që nuk gjejnë përgjigje. E vërteta është se në këtë moment sistemi energjetik është gati për një hap të ri. Nëse deri aty ke investuar vetëm në trupin fizik, në dukjen e jashtme, në suksesin e jashtëm, atëherë energjia mund të fillojë të bie. Por nëse ke kujdesur edhe për atë që është brenda, për qetësinë e mendjes, për ndjeshmërinë e zemrës, për ndërgjegjen që rritet pak nga pak, atëherë ky moment bëhet një hov i madh. Jeta mund të fillojë të fluturojë. Mundësitë hapen. Fuqia e brendshme rritet. Nëse nuk ke përgatitur asgjë, atëherë mund të ndodhë e kundërta. Energjia bie, pyetjet shtohen dhe njeriu ndihet i humbur. Prandaj përgatitja që bëhet para kësaj moshe është thelbësore. Ajo nuk është diçka që mund të shtyhet për më vonë. Ajo është si të mbushësh rezervuarin e karburantit para se të nisësh një udhëtim të gjatë. Pa atë karburant, makina ndalon. Me atë karburant, makina shkon larg dhe me gëzim. Pas këtij cikli vijnë momente të tjera të rëndësishme. Për burrat rreth moshës 42 vjeç, energjia merr një tjetër rritje. Trupi dhe sistemi i brendshëm janë gati për një fazë të re. Nëse njeriu është i përgatitur, kjo rritje bëhet një mundësi për të krijuar, për të ndikuar, për të jetuar me më shumë thellësi. Nëse nuk është i përgatitur, ajo energji mund të kthehet në tension, në shqetësim, në një ndjenjë se diçka mungon. Për gratë, mosha 46 është e veçantë. Në këtë kohë trupi kalon ndryshime natyrore. Por nëse njeriu e njeh këtë moment si një mundësi dhe jo si një humbje, atëherë energjia mund të transformohet. Kufizimet biologjike mund të thyen jo me forcë, por me kuptim. Energjia që më parë shkonte në një drejtim tani mund të drejtohet drejt qartësisë, drejt qetësisë, drejt një force të brendshme që nuk varet më nga ciklet e trupit. Kjo është një dhuratë e natyrës. Por ajo bëhet e vlefshme vetëm nëse njeriu është i gatshëm ta pranojë dhe ta përdorë me kujdes. Kur mbërrihet në moshën 60 vjeç, ndodh një ndryshim edhe më i thellë. Struktura themelore e sistemit energjetik ndryshon. Ajo që deri aty ishte e fortë dhe e qëndrueshme tani fillon të kërkojë një lloj tjetër kujdesi. Nëse njeriu ka investuar vetëm në trup, nëse ka jetuar vetëm për të jashtmen, atëherë kjo moshë mund të sjellë vështirësi. Shëndeti mund të luhatet. Barrat e grumbulluara ndër vite mund të bëhen të rënda. Mendja mund të lodhet.
por nëse njeriu ka punuar me veten, nëse ka ushqyer ndërgjegjen, nëse ka krijuar hapësirë brenda vetes, atëherë kjo moshë bëhet një kohë e bukur. Energjia nuk bie. Ajo thjesht ndryshon formë. Ajo bëhet më e qetë, më e thellë, më e qëndrueshme. Njeriu mund të jetojë me më shumë mençuri, me më shumë dhëmshuri, me më shumë qartësi. Kjo nuk është magji. Është rezultat i punës së brendshme që është bërë më parë. Dhe pastaj vjen mosha 84. Kjo është një pikë e veçantë. Nëse njeriu ka jetuar aq gjatë sa të ketë parë 1008 hëna të plota, sistemi energjetik maturohet në një mënyrë të thellë. Lidhja me tokën, me ciklet e lindjes dhe të vdekjes do bësohet natyrshëm. Në këtë moshë, edhe nëse njeriu nuk ka bërë praktika të veçanta, çlirimi bëhet më i lehtë. Jo sepse diçka magjike ndodh nga jashtë, por sepse brenda është pjekur ajo që duhet të piqet. Energjia nuk është më e lidhur fort me trupin. Ajo është gati të lëviz përtej. Kjo nuk do të thotë se jeta mbaron. Përkundrazi, do të thotë se jeta mund të hapet në një dimension tjetër. Njeriu mund të jetojë me më shumë lehtësi, me më shumë paqe, me më shumë prani. Kjo moshë nuk është fund. Është një derë. Por asnjë nga këto cikle nuk funksionon vetvetiu. Ato kërkojnë investim. Nëse investon vetëm të trupi, të ushqimi, të ushtrimet fizike, të gjumi, kjo është e mirë, por nuk mjafton. Trupi do të plaket. Energjia fizike do të bjerë. Nëse investon vetëm të mendja, të dija, të arritjet, kjo gjithashtu është e mirë, por edhe ajo ka kufi. Mendja lodhet. Kujtesa ndryshon. Por nëse investon të ajo që është më e thellë, të ndërgjegja, të qetësia e brendshme, të aftësia për të qëndruar i pranishëm, atëherë energjia nuk varet më nga vitet. Ajo qëndron. Ajo rritet. Ajo bëhet e qëndrueshme. Praktikat e thjeshta, të bëra me rregull, ndërtojnë këtë investim. Jo me forcë, jo me nxitim, por me kujdes të përditshëm. Çdo ditë që i jep vetes pak kohë për të qenë i qetë, për të ndjerë frymën, për të vëzhguar mendimet pa i gjykuar, është një investim. Çdo moment që zgjedh të jetosh me vëmendje, jo me nxitim, është një gur në themelin e brendshëm. Jeta nuk pret. Ciklet vazhdojnë edhe nëse ne nuk i vëmë re. Nëse i njohim, nëse i përgatitemi, atëherë çdo cikël bëhet një mundësi. Nëse i ignorojmë, çdo cikël bëhet një sfidë. Përgatitja e brendshme para moshës 33 është veçanërisht e rëndësishme sepse ajo vendos bazën për të gjitha ato që vijnë më vonë. Ajo organizon energjinë, e bën atë të rrjedhë në mënyrë të qetë dhe të fuqishme. Ajo krijon hapësirë që jeta të lulëzojë jo vetëm në rini, por edhe në moshën e mesme, edhe në pleqëri. Pa këtë përgatitje, energjia mbetet e shpërndar, e lodhur, e ngatëruar. Me këtë përgatitje, energjia bëhet e qartë, e fokusuar, e gjallë. Le të mendojmë për një moment. Çdo njeri ka brenda vetes një potencial të madh. Ky potencial nuk zhduket me kalimin e viteve. Ai thjesht kërkon kujdes. Nëse e ushqim me vëmendje, me dashuri, me praktikë të thjeshtë, ai rritet. Nëse e lëm pas dore, ai mbetet i fjetur. Ciklet e jetës janë si stingët. Pranvera sjell rritje. Vera sjell pjekuri. Vjeshta sjell korrje. Dimri sjell qetësi. Por nëse ne nuk i njohim stingët, nëse përpiqemi të mbjellim në dimër ose të korrim në pranverë, atëherë humbim. Po kështu me ciklet e moshës. Çdo moshë ka dhuratën e saj. Çdo moshë ka detyrën e saj. Dhe detyra jonë është të jemi të pranishëm, të përgatitur, të hapur. Kur investojmë të ajo që është brenda, ne ndryshojmë jo vetëm veten, por edhe mënyrën se si e përjetojmë kohën. Vitet nuk bëhen më një armik që na ndjek. Ato bëhen një mik që na shoqëron.
Energjia nuk bie me kalimin e kohës. Ajo thjesht ndryshon formë dhe bëhet më e thellë. Mendja nuk lodhet. Ajo bëhet më e qetë. Zemra nuk mbyllet. Ajo hapet. Kjo është dhurata e vërtetë e jetës ciklike. Ajo na jep kohë për të u rritur, për të u pjekur, për të u çliruar. Prandaj, pavarësisht se në cilën moshë ndodhesh tani, fillo të investosh. Nëse je para 33, përdor këtë kohë për të ndërtuar themelet. Nëse je pas saj, mos u dëshpëro. Çdo moment është i mirë për të filluar. Energjia e jetës është e gatshme të përgjigjet. Ajo pret vetëm vëmendjen tënde. Ajo pret vetëm kujdesin tënd. Ajo pret vetëm që ti të kthehesh nga jashtë drejt brendësisë, nga nxitimi drejt qetësisë, nga shpërndarja drejt fokusit. Jeta është e bukur kur e kuptojmë si cikël. Ajo bëhet e thellë kur e jetojmë me ndërgjegje. Ajo bëhet e lirë kur e përgatitim veten për çdo fazë. Dhe kjo përgatitje nuk kërkon gjëra të mëdha. Ajo kërkon vetëm qëndrueshmëri. Kërkon që çdo ditë të japësh vetes pak kohë për të qenë. Për të ndjerë. Për të dëgjuar. Për të rritur atë që është e vërtet brenda teje. Kur e bën këtë, ciklet nuk të friksojnë më. Ato të ftojnë. Ato të mbështesin. Ato të çojnë drejt një jete që nuk matet vetëm me vite, por me thellësi, me gëzim, me paqe. Dhe kjo është ajo që vlen më shumë. Jo sa gjatë jeton, por sa thellë jeton. Jo sa shumë bën, por sa i pranishëm je. Jo sa i fort dukesh, por sa i qëndrueshëm je brenda. Le të kujtojmë gjithmonë se energjia jon është dhurata më e madhe. Ajo na jepet që në lindje. Ajo rritet ose bie sipas mënyrës se si e trajtojmë. Nëse e ushqim me vëmendje, ajo bëhet një forcë që na mbart përmes çdo cikli. Nëse e shpërfillim, ajo dobësohet dhe na lë të lodhur. Zgjedhja është e jona. Dhe çdo ditë është një mundësi e re për të zgjedhur drejt. Kështu, jeta bëhet një udhëtim i bukur. Jo një garë kundër kohës, por një vallëzim me kohën. Jo një luftë kundër moshës, por një miqësi me të. Dhe në këtë miqësi, ne gjejmë atë që kemi kërkuar gjithmonë, një qetësi të thellë, një gëzim të qëndrueshëm, një liri që nuk varet nga asgjë e jashtme. Ky është thelbi. Ky është mesazhi. Jeta është cikël. Përgatitja është çelësi. Ndërgjegja është rruga. Dhe ti, kushto që je, ke brenda vetes gjithçka që duhet për të ecur këtë rrugë me hir dhe me forcë.